Kina paralajmëroi se do të luftojë deri në fund pasi presidenti Donald Trump kërcënoi se do të godas Pekinin me një tarif shtesë prej 50% nëse nuk tërheq taksën e saj të vendosur si kundërpërgjigje ditën e martë. Ministria e Tregtisë e Pekinit akuzoi administratën Trump për shantazh dhe theksoi se tarifat e presidentit amerikan janë një praktikë tipike bullizmi e njëanshme. Kërcënimi i palës amerikane për të përshkallëzuar tarifat kundër Kinës është një tjetër gabim, duke ekspozuar edhe një herë natyrën shantazhuese të palës amerikane, tha Ministria e Tregtisë e Kinës. Nëse SBA këmbgul me këtë rrugë, Kina do të luftojë deri në fund, deklaroi Pekini. Ndërkohë, Komisioni Evropian tha të hënën se i kishte ofruar presidentit amerikan Donald Trump një marrëveshje tarifore 0-0 për të shmangur një luftë tregtare, ndërsa ministrat e BE-s ranë dakord të japin përparësi negociatave, por njëkohësisht të përgjigjen me kundërmasa javën e ardhshme. Propozimi i Komisionit Evropian u hodh poshtë nga presidenti Trump, duke theksuar se ai nuk ishte mjaftueshëm i mirë.